Ditë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, gjatë vizitës në Trebinj, në entitetin bosnjak të Republikës Srpska, kishte thënë se Kroacia, Shqipëria dhe Kosova nuk kishin krijuar një aleancë kundër Austrisë, sepse Austria është ushtarakisht neutrale, por kundër Serbisë dhe popullit serb. Në Beograd, e kuptoi mirë aleancën e re ushtarake të krijuar midis Zagrebit, Prishtinës dhe Tiranës, deklaroi Vučić. E ndaj kësaj akuze të Vučić, reagoi ministri i punëve të brendshme të Kroacisë, Davor Božinović, i cili bëri thirrje për paqe dhe bashkëpunim në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kroacia është anëtare e Bashkimit Evropian dhe gjithçka bën në marrëdhëniet ndërkombëtare e bën në mënyrë transparente, theksoi Božinov. Pas pjesëmarrjes në pritjen tradicionale festive të organizuar nga Këshilli Kombëtar Serb për të festuar Krishtlindjet sipas kalendarit julian, Božinović tha se mesazhet për paqe dhe bashkëpunim janë diçka që duhet të jetë e përbashkët në rajon dhe në vendet fqinje. Kujtojmë se ministrat e mbrojtjes së Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë nënshkruan në mars të vitit 2025 një deklaratë për forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Atë botë Serbia reagoi ashpër duke e parë si një nisëm kundër saj. E në lidhje me këtë temë, më saktë akuzat e Vučić për bota sot foli ish ushtaraku Hafir Hoxha. Fillimisht, ai u shpreh se këto deklarata të Vučićit janë vetëm propagandë, pasi edhe serbët e dinë se nuk ka aleancë kundër Serbisë. Madje tha se bashkëpunimi mes shteteve rajonale nuk është kërcënim, por ka për synim stabilitetin. Akuzat e presidentit serb Aleksandar Vučić se Kroacia, Shqipëria dhe Kosova kanë krijuar aleancë ushtarake kundër popullit serb janë retorikë politike dhe propagandë, jo realitet, dhe këtë propagandë shfrytëzon sa herë keqësohet stabiliteti politik në Serbi apo kur bëjnë ndonjë bashkëpunim strategjik ushtarak, ndonjë armatosje apo ushtrim të përbashkët Kosova me Kroacinë. Nuk ekziston asnjë aleancë kundër Serbisë, këtë e dinë edhe serbët. Kroacia dhe Shqipëria janë vende të NATO-s, ndërsa Kosova nuk është as anëtare e NATO-s dhe as nuk ka kapacitete ofensive. Bashkëpunimi rajonal në siguri nuk është kërcënim, por mekanizëm stabiliteti, deklaroi ish ushtaraku. Krahas kësaj, Hoxha konsideron se presidenti serb vetëm po tenton të viktimizohet pas aksionit të fundit të Shteteve të Bashkuara në Venezuelë. Sipas tij, Vučić vetëm po synon të viktimizohet dhe të shmangë përgjegjësitë e tij që ka në raport me Kosovën. Vučić po përdor kartën e viktimizimit për konsum të brendshëm politik, sidomos këto ditë që ndërhyri SBA-ja në Venezuelë dhe kapi presidentin e këtij vendi, diktatori Nicolas Maduro, ku opozita kërkon në një formë një ndërhyrje të ngjashme edhe ndaj Vučićit, dhe Vučić përdor politikën e njohur të tij për të friksuar qytetarët e Serbisë, për të shmangur përgjegjësinë për dështimin e tij për të devijuar vëmendjen nga presioni i SBA-s dhe ndërkombëtarëve për Kosovën dhe reformat demokratike. Kjo është një lojë e vjetër propagandistike, krijohet armiku i jashtëm, Serbia paraqitet si e rrethuar, ndërsa Vučić si mbrojtës i kombit